Ngushëllime, zonja Gjullimsere, ngushëllime Selvie, motër e dashur. Me dhimbje të thellë dhe respekt pa mas, për ulemi para kujtimit të Shpatit. Ai ishte shembull i mirësisë, i besës, një shpirt që i ndriçonte çdo ambienti ku shkonte. Shpat Kasapi, që me zërin e tij të ëmbël preku zemrat e mira njerëzve. Kjo jetë është e rëndë, është e vërtet, por kujtimi yt do t'jetoj si një dritë që kur nuk fiket. Të gjithë vim në këtë botë, edhe krejt e kemi nga një mision. Shpat Kasapi na tregoi të gjithëve që edhe me 40 vjet ai e përmbushi këtë mision edhe do të mbetet i paharuar gjithmonë. Ngushëllime familjes, kolegëve, gjithë shqiptarëve kudo që janë, edhe më tej. Shpati na bone pak pa drejt, e këpute zinxhirin, qenis.